Zgjedhja e tezës Pelazgje nga rilindasit shqiptar, një akt strategjik dhe domethënës i ndërtimit të identitetit kombëtar. Nga Kolmarku. Ndërsa kontinenti europian përjetonte transformime të mëdha ideologjike, politike dhe kulturore, kombet e Europës qendrore dhe juglindore filluan proceset e tyre të formësimit kombëtar, të udhëhequra nga rilindje kulturore, revolucione politike dhe ndërtimi i mitologjive të tyre themeluese. Shqipëria e zytur ende në strukturën e një perandorie që po shfaqte shenja të dukshme shpërbërjeje. Perandoria osmane gjendej përballë një vakumi të madh institucional dhe identitar. Në këtë kontekst historik, rilindasit shqiptar morën përsipër një ndër projektet më të guximshme dhe me ndikim në historinë tonë moderne, ndërtimin e identitetit kombëtar shqiptar. Ky identitet nuk ishte vetëm një akt kulturor, ishte një përgjigje ndaj një rreziku ekzistencial, fshirjes së shqiptarëve nga harta historike, kulturore dhe politike e Ballkanit. Kombet fqinje, Greqia, Serbia dhe Bullgaria kishin filluar të artikulonin doktrina që mohonin ekzistencën e shqiptarëve si popull autokton. Në një kohë kur Europa e nuk kishte formuar një qëndrim të qartë mbi ekzistencën dhe prejardhjen e shqiptarëve, rilindasit shqiptarë ndërmorën një mision të pashembullt. Të ndërtonin një identitet kombëtar në kushtet e shpërbërjes së perandorisë osmane dhe në një vakum njohjeje nga bota akademike europiane. Në këtë sfond ata zgjohen me vetëdije tezën e prejardhjes Pelazgje, duke u mbështetur në të dhëna mitologjike, historike dhe gjuhësore të kohës, si dhe në studimet e para europiane që po formësonin konturet e albanologjisë. Kritikat që i drejtohen sot kësaj zgjidhjeje, shpesh nga pozita të repta akademike, nuk marrin parasysh kontekstin historik, politik dhe epistemologjik të shekujve shenut i emdymenes. Aso kohë edhe vetë grekët, të cilët sapo kishin filluar të formonin vetëdijen e tyre kombëtare, mbështeteshin në mitin e Deukalionit, ndërsa shumë popuj të tjerë europian formuan identitetin e tyre mbi baza legjendare. Rilindasit shqiptar nuk bën përjashtim. Ata kërkuan një narrativë që do t'u jepte shqiptarëve lashtësi, autoktoni dhe vazhdimësi. Tre shtylla të domosdoshme për formimin e çdo kombi modern, sipas teorive të Ernest Renanit dhe Anthony D. Smithit. Në këtë frym, ata nuk mohuan kurrë tezën e prejardhjes ilire. Përkundrazi, shumë prej tyre e mbështetën dhe integruan si halke ndërmjetme në zingësirin Pelazgilir shqiptar. Kështu ndodhi edhe me Johann Georg von Hahn, i quajtur me të drejtë baba i albanologjisë, i cili edhe pse nuk ishte shqiptar, u bë një zëvendës simbolik i rilindasve në arenën akademike, duke argumentuar prejardhjen ilire dhe pelazgje të shqiptarëve në mënyrë të sistemuar në veprën e tij monumentale, Albanesische Studien. Në radhët e rilindasve shqiptar që hodhën themelet e një identiteti të bazuar në autoktoni pelazgje, ishin figura të mëdha si Jeronim de Rada, Zef Jubani, Sami Frashëri, Pashko Vasa, Naim Frashëri, Gjergj Fishta dhe shumë të tjerë. Ata gjërshetuan me mjeshtëri gjuhësinë, mitologjin, letërsinë dhe historinë për të krijuar një vetëdije kolektive që i bëri shqiptarët të ndihen pasardhës të një qytetërimi të lashtë e të respektuar. Rilindasit shqiptarë përqafuan me vetëdije idenë e prejardhjes pelazgje dhe autoktonisë, në një periudhë kur propaganda slave, sidomos ajo serbe, po përpiqej të përvetësonte trashëgiminë ilire dhe të mohonte praninë historike të shqiptarëve në Ballkan, duke i paraqitur si të ardhur të vonë nga Kaukazi, sipas tezës së Grashaninit. Teza e Grashaninit, ose më sakt Načertania, është një dokument strategjik i hartuar më Milo Çosovgaraderpatr nga Ilia Garashanin, një politikan dhe ministër i brendshëm serb, dhe përfaqëson një nga projektet më të hershme dhe më të rëndësishme të ideologjisë nacionaliste serbe moderne. Edhe pse shpesh përmendet si teza e Grashaninit, emri i saktë i dokumentit është Načertanie, nga fjala serbe që do të thotë plan ose projekt. Ky dokument përmban këto pika themelore: shtrirja e Serbisë në territore jashtë kufive të saj aktual, përfshirë Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi, Bosnjën, Hercegovinën dhe Shqipërinë e Veriut, në emër të një bashkimi të popujve slav. Asimilimi ose eliminimi i shqiptarëve, të cilët në dokument përshkruheshin si pengesë për zgjidhjen e çështjes serbe. Shqiptarët konsideroheshin si popull jo autokton, i ardhur nga Kaukazi ose vise të tjera të largëta dhe pa të drejtë historike mbi tokat që banonin.
propaganda kulturore dhe kishtare për të ndikuar në opinionin ndërkombëtar dhe për të përgatitur terrenin për ekspansionizëm territorial. Përballë këtij kërcënimi ideologjik dhe historik, rilindasit ndërtuan një vizion të qëndrueshëm për identitetin kombëtar shqiptar, duke e rrënjosur në një vazhdimësi të lashtë të pelazgo ilire, të mbështetur si në vetëdijen populore, ashtu edhe në dëshmitë e autorëve klasik dhe në studimin themelor të Johann Georg von Hanit. Rilindasit e njohën autoritetin e autorëve të lashtë si Herodoti, i cili në Historitë e tij, libri, theksonte se pelazgët përbënin një popull të veçantë e autokton që banonte në zonat e Thesalisë, Dodonës dhe pjesëve të tjera të Ballkanit para se të shfaqeshin Helenet. Këto nuk ishin mite të shpikura nga rilindasit, por dëshmi të bazuara në traditën historike klasike. Herodoti vetë e ndan popullin e lashtë autokton të pelazgjve gjuhësisht nga Helenet e mitit ideologjik dhe i përshkruan pelazgët si më të vjetërit në truallin që më pas do kuhej Helad. Herodoti, për më tepër, njihet si babai i historisë. Dhe historikisht është konsideruar burimi besueshëm jo vetëm për përshkrimet mitologjike, por edhe për përvojat e jetuara dhe të dëshmuara nga gojdhëna dhe udhëtimet e tij. Kjo e bën referencën tek ai një akt jo romantik, por të qëllimshëm dhe të mirë arsyetuar nga rilindasit. Duke pasur mungesë institucionesh shkencore kombëtare, mungesë arkeologjie vendase dhe në kushtet kur gjuhësia historike ishte ende në zhvillim, rilindasit nuk kishin mjetet të tjera për të mbrojtur të drejtën e shqiptarëve në trojet e tyre, përveç mbështetjes te burimet klasike dhe analogjit e tjera europiane. Në të njëjtën kohë, Herodoti dhe autorët të tjerë si Plutarku dhe Straboni dëshmojnë për një pranë të gjerë të pelazgjeve në Greqinë kontinentale, në Ishuj, në Epir, në Thesali dhe në pjesë të Italisë jugore dhe Azisë së vogël, etj. Prandaj për rilindasit, ishte e logjikshme që shqiptarët të identifikoheshin me këtë popull që në vetëdijen antike përfaqësonte racën më të vjetër dhe më themelore të Europës. Ky nuk ishte një nacionalizëm romantik i papërgjegjshëm, siç shpesh është akuzuar sot nga akademik që nuk kanë shqyrtuar burimet e kohës dhe arsyet e forta të këtij pozicioni. Ishte një zgjedhje e matur dhe strategjike për të garantuar vazhdimësinë historike të një kombi të rrezikuar nga zhdukja. Dhe siç dëshmojnë zbulimet më të fundit arkeologjike, epigrafike dhe gjuhësore, përfshirë ato në Dodon, Lemnos, Apuli dhe Thesali, shumë nga këto teza të hershme po fitojnë gjithnjë më shumë mbështetje në rrafshin ndërkombëtar. Akademia Shqiptare përkundrazi, për dekada me radhë ka heshtur ose ka refuzuar me arrogancë të analizojë këto rrënje të mendimit kombëtar, duke i shpallur si jo shkencore, dhe duke preferuar të qëndrojë brenda kornizave të ngushta të gjuhësisë indo-europiane klasike. E etiketuan këtë zgjedhje si romantike, irracionale, madje antishkencore. Pa i dhënë vetes mundësinë që të analizojnë kontekstin në të cilin lindi kjo zgjedhje dhe misionin kombëtar që përmbante ajo. Shumë prej tyre e kanë më të lehtë të hedhin poshtë çdo ide që bie jashtë kornizës së tyre të ngurtë, sesa të ballafaqohen me faktin se teza pelazge që dikur u quajt mit, po përforcohet sot nga studimet e reja në arkeologji, gjuhësi dhe antropologji. Në vend që të mohojmë, të përqeshim apo të injorojmë vizionin e rilindasve, duhet të përpiqemi të kuptojmë se çfarë donin të arrinin ata. Ata nuk ishin thjesht të interesuar për të kaluarën si histori, por për të kaluarën si garanci për të ardhmen. Ata kërkonin rënje të thella, që t'i bënin shqiptarët të pathyeshëm përballë valës së aneksimeve, asimilimeve dhe mohimeve. Dhe për kë, ata përdorën mjetet që kishin në dispozicion, të njëjtat që përdorën edhe francezët, grekët, gjermanët, italianët dhe të gjithë popujt e Evropës moderne. Në këtë kontekst, është më aktuale se kur thirrja për një rishikim të plotë të veprës së rilindasve dhe një rivlerësim të tezës pelazge. Jo për ta ngritur në kult, por për ta zhveshur nga paragjykimet ideologjike dhe për ta integruar në studimet moderne si pjesë e pandashme e ndërtimit të identitetit shqiptar. Fakti që sot po dalin në dritë mbetje arkeologjike, dokumente historike dhe rezultate gjuhësore që lidhen me pelazgjet dhe që mund të kenë lidhje me shqiptarët, nuk duhet të na çudisë, por të na bëjë të kuptojmë se rilindasit kishin intuite të thellë historike.
Ata ndoshta nuk kishin prova laboratorike, por kishin vizion, ndjenje kombëtare dhe një ndjenje të drejtësisë historike, që mungon shpesh në diskursin akademik modern. Prandaj, më shumë se sa të kritikojmë, është koha të mësojmë nga ta. Por në dritën e zhvillimeve të reja shkencore dhe në emër të një historie gjithëpërfshirëse, është koha të rikthejmë vëmendjen të rilindasit tanë, jo si folklorist, por si strategë të ndërgjegjes kombëtare, që zgjohen atë që popujt e qytetëruar kanë bërë gjithmonë. Ndërtuan një identitet mbi atë që Homeri do takuante kujtesa e lashtësisë sonë më të thellë. Bibliografi: Ernest Renan, Quest une Nation, Paris, Kalman Levy, 1982. Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford, Blackwell, 1986. 3. Johann Georg von Hahn, Albanesische Studien, Jena, Friedrich Mauke, 1953. Ilija Garashanin, Načrtanie, projekt politik për politikën e jashtme dhe të brendshme të Serbisë, 1944. Peth Herodoti, Historita, libri Gen, 56-50. Shas Plutarku, De Defectu Oraculuorum në Moralia Vogëfeth, përkthyer nga Frank Cole Babbitt, Loeb Classical Library, 36, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1936. Shedbred, Straboni Geographica, libri Shout, përkthyer nga Horace Leonard Jones, Loeb Classical Library, Unsovnutienen, Cambridge, May, Harvard University Press, 1923-1932. 8. Ilija Garashanin, Načrtanie, ribotua në Dusan T. Batakovic, The Foreign Policy of Serbia, 1844-1867. Ilija Garashanin's Načrtanie, Belgrade, Institute for Balkan Studies, 2002. Kolmarku.